Ullu ose shtrihu rehat, mbylli syt, fillo të marrësh frym ngadalë dhe me vetë të dije. Përqëndrohu në zemrën tënde, ndjeje zemrën tënde. Zemra jote rah vetëm për ty, zemra jote pulson vetëm për ty. Merë frym thellë, mbaje pak dhe lëshoje me butësi. Ndjeje zemrën tënde, vendos vëmendjen aty. Zemra është porta ku Zoti banon brenda teje. Me çdo frymarrje ofrohesh më shumë pranë tij. Në çdo frymëzjedhje lësho gjithçka që nuk të shërben më. Zemra ime të rret me dashuri, o Zot. Zemra ime të rret me butësi dhe përkushtim dhe falënderim, o Zot. O Zot i dritës dhe i shërimit, je pranë meje tani. Preke trupin tim me dritën tënde, mbuloje shpirtin tim me paqen tënde. Lejoje vetëm të ndjesh gjithçka që është brenda teje. Dhimbje, frikë, pasiguri, shpresë, dashuri. Zoti i di të gjitha. Zoti nuk gjykon, ai shëron. Thuaj në zemrën tënde, o Zot, pranoj gjithçka që ndjej. Të dorëzoj ty çdo barë, çdo plagë, çdo trishtim. Imagjino një dritë të artë që zbret nga lart. Një rreze që prek majën e kokës tënde dhe hyn brenda ngadalë. Shkëlqen në trurin tënd dhe mbush gjithë dritë shërimi. Zbret në fytyrë dhe ndriçon gjithë fytyrën tënde. Zbret në qafë dhe mbush qafën me dritë, me shërim. Zbret në shpatula, në gjoks dhe mbush gjithat hapësirë me dritë dhe me shërim. Drita e Zotit shkon te zemra, që rrej fort, por but, e ndritshme dhe ngrohtë. Tani po zbret në bark, në të gjitha organet, në çdo qelizë. Thuaj me zemër të hapur, o Zot, drita jote është shërimi im. E pranoj, e lejoj, e besoj. Fillo të ndjesh një ndjenje thellësisht të gjallë falënderimi për çdo frymarrje, për çdo frym, për çdo mundësi
për pranin e ti. Thuaj me zë të brendshëm ose me zë të lartë. O Zot, faleminderit. Faleminderit për trupin tim që po shërohet. Faleminderit për shpirtin tim që po qetësohet. Faleminderit për dashurinë tënde që nuk ndalet kur. Qëndro pak në heshtje, ndjeje dritën dhe paqen që qëndron brenda teje. Pastaj thuaj, Zoti është me mua, unë jam në dritën e tij, unë jam e mbrojtur, e shëruar dhe e dashur. Kur të jesh gati, hap syt ngadalë, mbaje këtë paqe me vete gjithë ditën. Zoti është me ty, tani dhe për gjithmonë. Faleminderit që je këtu. Nëse ndjeve diçka të bukur gjatë këtij udhëtimi, kliko subscribe dhe bëhu pjesë e kësaj rruge shërimi së bashku. Deri në videon tjetër, qëndro në dritë.